Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 39 vjeçë e martuar prej 15 vitesh. Në fillim, historia jonë ishte si shumë të tjera. Plot pasion, afërsi, plane për të ardhmen, ndiheshim të lidhur jo vetëm si çift, por si dy njerëz që e kishin zgjedhur njëri tjetrin çdo ditë. Me kalimin e viteve gjërat filluan të ndryshojnë, jo papritur, por gradualisht, pa zhurmë. Rutina hyri në jetën tonë si diçka e padukshme, por shumë e fortë. Ditët filluan të ngjanin me njëra tjetrën, bisedat u bën më të shkurtra, heshtjet u bën më të gjata, nuk grindeshim shumë, por as nuk flisnim më si dikur. Ishte e lloj distance që nuk shpërthen, por të largon dita ditës. Unë fillova të ndjej më shumë. Ai dukej sikur e pranonte më lehtë, por e dija që ai nuk ishte më i lumtur. Një mbrëmje ndërsa po hanim darkë në heshtje, e pash dhe mendova: a është kjo jeta që dua të vazhdoj? Nuk bëhej fjala për mungesë dashurie, por kishte mungesë lidhje. Dhe kjo ishte më e frikshme. Filluam të flasim më hapur, jo me njëherë, por pas disa tentativash të pasuksesshme për të rikthyer gjërat si më parë, e kuptuam që nuk ishte më aq e thjeshtë. Në një moment ai tha diçka që më mbeti në mendje. Ne nuk jemi më ata që ishim dhe po përpiqemi të jetojmë sikur jemi. Kjo më goditi sepse ishte e vërteta. Ne po përpiqeshim të rikujtonim diçka që ndoshta kishte ndryshuar formë. Dhe në atë përpjekje po humbisnim atë që kishim. Një ide filloi të përmendej mes nesh. Fillimisht si shaka, pastaj si diçka teorike, diçka ndryshe. Dhe ishte pikërisht fakti që neve për herë të parë vendosëm që të kërkojmë ndihmë. Në thelb nuk ishte problemi ynë, ishte vetëm një simptom e diçkaje më të thellë. Kështu që të dy për herë të parë vendosëm të shkonim në një psikologe çiftesh. Ishte vendim shumë i vështirë, sepse do të thoshte të pranonim që nuk po ja dilnim dot vetë. Seanca e parë ishte e sikletshme. Të uleshim përballë një të huaje dhe të flisnim për jetën tonë nuk ishte as pak e lehtë. Ajo na dëgjoi pa na ndërprer, pa na gjykuar. Pastaj na bëri një pyetje shumë të thjeshtë. Kur ishte era e fundit që jeni ndjerë vërtet afër njëri tjetrit? Ne u pam në sy dhe nuk kishim një përgjigje të qartë. Kjo heshtje tregonte gjithçka. Seancat vazhduan, filluam të flasim për gjëra që i kishim mbajtur brenda për vite me radhë. Pa kënaqësi të vogla që ishin bërë të mëdha. Mungesë komunikimi, frikë për të lënduar njëri tjetrin që në fund na kishte larguar edhe më shumë. Një ditë gjatë një seance, psikologja tha diçka që ndryshoi mënyrën se si ne e shihnim veten dhe të tjerët. Ju nuk keni nevojë për diçka të re, ju duhet të kuptoni çfarë ka humbur mes jush. Ajo fjali më bëri të ndalem, sepse ndoshta gjithë këtë kohë po kërkonim zgjidhje jashtë vetes, kur përgjigja mund të ishte brenda nesh. Seanca e fundit para se të bënim një hap tjetër ishte më e thella. Ajo na la me një pyetje. Nëse vazhdoni kështu, ku e shihni veten pas një viti? U ktheva në shtëpi me atë pyetje në mendje dhe për herë të parë nuk e shmanga përgjigjen, sepse e dija që ajo që do të bënim më pas do të vendoste jo vetëm fatin e martesës tonë, por edhe atë që ne ishim bërë si individ. Pas asaj seance mendova se gjërat do të vazhdojnë në të njëjtën linjë. Biseda, reflektime, ndoshta në një përpjekje për t'u afruar sërish. Por ajo që ndodhi në seancën e ardhshme nuk ishte ajo që unë prisja. Ulëm përballë psikologes si zakonisht. Filluam të flisnim për përpjekjet tona gjatë javës, për mënyrën si po përpiqeshim të komunikonim më shumë. Ajo na dëgjoi me vëmendje, pastaj në një moment tha diçka që më kapi të papërgatitur. Ju po përpiqeni të ringjallni diçka që ka ndryshuar formë. Ndonjëherë për të kuptuar veten dhe njëri tjetrin duhet të dilni nga skemat që keni ndërtuar.
E pash pa e kuptuar saktësisht se ku donte të dilte. Ajo vazhdoi. Nuk po ju them çfarë duhet të bëni, por ndonjëherë çiftet eksplorojnë dinamika të reja për të kuptuar kufijt, dëshirat dhe ndjenjat e tyre reale. Heshtja që pasoi ishte e rëndë. Të dy e kuptuam se çfarë po fliste. Ishte ajo ide që kishim prekur sipërfaqësisht më parë, por nuk e kishim marrë kurrë seriozisht. Pas seancës nuk folëm menjëherë. U kthyem në shtëpinë e Heshtje, por ajo bisedë nuk na u nda nga mendja. Mbrëmjen e asaj dite, ai hapi temën I pari. Çfarë mendon për atë që tha psikologja? Unë nuk u përgjigja menjëherë sepse nuk ishte një pyetje e thjeshtë. Kam frikë, I thash. Edhe unë, ma ktheu ai me kokën ulur. Por nuk u ndalëm aty, për herë të parë folëm hapur, pa turp, pa fshehje, jo si një fantazi, por si një mundësi për të kuptuar veten dhe njëri tjetrin ndryshe. Kaluan disa ditë, menduam akoma më shumë, diskutuam çdo detaj, çfarë do të thoshte për ne, çfarë kufish do të vendosnim, çfarë do të ndodhte nëse ndjenjat do të ndërlikoheshin. Nuk ishte më vetëm një vendim impulsiv, ishte diçka që e peshuam gjatë, dhe në fund vendosëm ta provojmë. Kërkuam online me shumë kujdes, donim dikë që të ishte I vetëdijshëm për situatën, të mos kishte keq kuptime dhe të ishte një eksperiencë e kontrolluar. Pas disa ditësh kërkimi gjetëm një vajzë. Biseduam fillimisht online, I shpjeguam gjithçka që ishim çift, po kalonim një periudhë të vështirë dhe nuk kërkonim asgjë përtej një eksperiencë të sinqertë dhe të qartë. Ajo ishte e qetë, e drejtë për drejtë, pranoi, dita u caktua. Kur ajo erdhi në mbrëmje, ndihesha ndryshe nga çdo herë tjetër në jetën time. Nuk ishte thjesht emocion, ishte një përzierje ndjenjash, kurreshtje, tension, frikë, një lloj pritje që nuk e kisha përjetuar më parë. Gjithçka, kur ajo erdhi, u bë shumë reale. Ulëm të tre, biseduam fillimisht, atmosfera ishte e çuditshme, por jo e pakëndshme. Secili përpiqej të kuptonte tjetrin, të vendoste kufijt e vet, të ndjente situatën, dhe ajo që më bëri më shumë përshtypje ishte mënyra si po e shikoja burrin tim. Jo si gjithmonë, por ndryshe, sikur po e njihja përsëri, po shija një anë të tij që nuk e kisha parë prej kohësh. Nata kaloi dhe eksperienca ndodhi. Pa hyrë në detaje, ajo që mund të them është që nuk ishte siç unë e kisha imagjinuar. Nuk ishte vetëm një eksperiencë fizike. Ishte emocionale, e ndërlikuar, më shumë ishte për atë që ndjenim brenda sesa për atë që ndodhte jashtë. Në disa momente ndihesha afërti, në disa të tjera e humbisja, në disa çaste ndihesha e fortë, në disa të tjera e pasigurt. Dhe pikërisht kjo më tronditi. Nuk bëj fjala për një natë ndryshe, por ishte një pasqyrë, një mënyrë për të parë veten, marrëdhënien tonë dhe atë që kishim humbur. Kur ajo u largua dhe mbetëm vetëm, nuk folëm menjëherë. Ulëm në Heshtje sepse të dy e dinim që ajo që kishim bërë nuk ishte fundi I diçkaje, por fillimi I një faze tjetër. Dhe pyetja më e madhe që kisha ishte, a na kishte afruar kjo, apo na largoi edhe më shumë? Ditët pas asaj nate u kthyen në ditë të çuditshme. Nuk pati menjëherë një zgjidhje magjike siç ndoshta në një moment e kishim imagjinuar. Përkundrazi kishte heshtje të ndryshme mes nesh. Jo e ftohtë si më parë, por e mbushur me mendime. Unë e shikoja ndryshe edhe ai gjithashtu. Nuk ishte më ai burri që e kisha marrë si të mirëqëm për vite. Ishte sikur e pash nga një tjetër këndvështrim. Kjo më bëri të ndalem. Nuk duam të bëjmë sikur s'ka ndodhur, I thash. As unë, më përgjigja ai. Për herë të parë pas shumë kohësh folëm pa filtra. I treguam njëri tjetrit si u ndjem vërtet, pa turp, pa frikë se mos lëndonim tjetrin. I thash që kishte momente ku isha ndjerë e pasigurt dhe ai më tha frikrat se po ndjente sikur më humbiste. Por mbi të gjitha të dy pranuam diçka të rëndësishme. Ajo natë na kishte bërë të shikonim njëri tjetrin me sy të rinj. Jo sepse ishte jashtëzakonshme, por sepse na kishte nxjerrë nga indiferenca ku kishim rënë. Nga ajo ndjenjë që gjithçka ishte bërë zakonshme dhe papritur, asgjë nuk dukej më e zakonshme.
Filluam të ndryshojmë rutinën, u afruam më shumë me njëri tjetrin, dhe me sa duket, ajo natë u kthye në zgjidhjen e të gjitha problemeve tona.